Përshëndetje zoti Beqiri, faleminderit që pranuat ftesën. Kënaqësi për mua, edhe sukses te juve. Atëherë, duke nisur nga zhvillimet më të fundit në dosjen Partizani, ku pritet që të dëshmojë Edi Rama në një proces që lidhet me zotin Berisha, si e vlerësoni rëndësinë e kësaj dëshmie për ecurinë e çështjes dhe a mendoni se procesi po zhvillohet realisht i pavarur nga ndikimi politik? Në fakt, nuk mund të themi që është i pavarur nga ndikimi politik, sepse edhe thirrja e dëshmitarëve nga ana e trupës gjyqësore është me ndikim politik. Prokurori i Spakut, i cili ka hetuar çështjen, ka përcaktuar rrethin e dëshmitarëve dhe të provave. Pra, çfarë prova ka ai për ta vërtetuar këtë korrupsion të lartë tetror që është bërë dhe kush janë të implikuar dhe çfarë përgjegjësie ka çdo njeri prej bashkëpunëtorëve në këtë krim, përveç kryeministrit të Shqipërisë, i cili akuzohet për korrupsion pasiv. Ndërsa mbrojtja ka të drejtën e vet që të kërkojë prova, kërkojë dëshmitare të tjera dhe krahas dëshmitarëve ata kanë kërkuar sa thirret edhe kryeministri i Shqipërisë. Vlerësojnë që kryeministri i Shqipërisë ka qenë kryetar bashkie dhe ky ka qenë kryetar bashkie, ky pas ka dhënë domethënë si destinacion për këtë pasuri që ka përvetësuar, do thotë që unë vendri Sali Berisha që ja marrë për Maltezi, të kthehet edhe të jetë domethënë për ndërtim dhe ai pas ka ndërtuar gjojën në bazën e këtij vendimi që ka marrë kryetari i bashkisë kohës së tashme, ka qenë Edi Rama. Në fakt ai nuk akuzohet se po bën ndërtim, domethënë atje të paligjshëm. Por ai akuzohet sepse këtë pasuri e ka marrë në rrugë kriminale. E ka marrë, nuk i ka takuar që ta merrte. E parë sepse kjo ishte një pronë publike, ishte pronë e shtetit shqiptar. Ishte bërë shtetit shqiptar kyç pas mbarimit të luftës së dytë botërore. Në Italia fashiste humbi atë luftë dhe detyrohej reparacione të jepte Shqipërisë, reparacione lufte, dhe këtë pasuri pra të këtyre familjes Begeja, pushtuesit italian e kishin blerë në atë kohë me Napoleona Florin këtyre pronarëve se donte të ndërtonte një fushë aviacioni sikur të ndërtoi në atë kohë. Dhe përjedhoi kur Italia fashiste ra edhe u detyruan të pagonin reparacione e lufte, atëherë këto reparacione ata në kompensim i dhanë, domethënë këtë fushën e aviacionit shtetit shqiptar, dhe kjo pasuri që është shqiptarëve tani, domethënë është shtetit shqiptar, nuk është me kësaj familje. Ata e kanë marrë me rrugë kriminale, duke falsifikuar dokumentet në arkivin e shtetit dhe kanë shfrytzuar aty baban e Jamar Maltezi që ka qenë drejtori i arkivit të shtetit dhe i falsifikuan dokumentet, mbi këtë bazë u dha kjo pronë. E dyta, kjo pronë nuk duhej dhënë sepse ishte në interes të lartë publik. Aty ishte një kompleks i një ekipi siç ke Partizani dhe ky ekip pra subvencionoi krahas tjerave nga shteti, mbaj nga shteti shqiptar, Ministria e Mbrojtjes e tjera, dhe të gjitha ato vepra që ishin interes publik, siç janë spitale, stadiumet, komplekset sportive, kopshtet, perdet, shkollat e tjera, nuk u ktheheshin ish pronarëve fizikisht, por kompensoheshin për këto, sepse do qëndronin gjithmonë interes publik. Kurse Berisha faktikisht, duke shfrytzuar postin e kryeministrit, e mori këtë pronë dhe ja dha drejtësia me VKM. Dhe kjo VKM është kriminale. Dhe kjo pasuri e të marrë, domethënë, është vënë në dorë të tyre në rrugë kriminale. Për këtë akuzohen këta. Nuk akuzohen ashtu se çfarë është bërë më mbrapa, se aty tani do bën ndërtime. Kështu që thirrja e Edi Ramës është politike. Gjithsesi ai ishte detyruar të shkojë dhe të japë shpjegimet e veta rreth atyre që do t'i konsiderojë të drejta gjykata pyetjet që do bëj palabrojtëse në këtë proces gjyqësor. Mirë po,
kjo nuk ka të bëj, si do që të dëshmoj Edi Rama, çfarë do që të thot ai, ajo që pretendon Berisha që do ballafaqohem në Edi Ramën edhe do nxjerrë aty në thonjza ujin e zdi, është një domethënë një demagogji, ai e di vetë që kjo s'ka si fare për procesin, kjo nuk lidhet me fajsin apo për fajsin e tia, që çfarë mund të thotë Edi Rama. Ai krahas tjerave do japi llogari pse e ka bërë, domethënë këtë krim, mbi të gjitha pse ka qëndruar në atë mbledhje të Këshillit të Ministrave, se mund të jesh kryeministri i Shqipërisë dhe kur shqyrtohet një çështje në atë mbledhje të Këshillit të Ministrave, që ka të bëjë me familjen tënde, me fëmijët e tu, me dhëndrin tënd e tjera, minimumi që ke konflikt rënd interesi dhe nuk duhet të jesh fare në atë mbledhje. Ja le ta drejtojë zëvendës kryeministri apo dikush tjetër që ja delegon, po ti nuk duhet të jesh fare në mbledhje. Kurse jo vetëm ishte në mbledhje, po edhe vendosin kundërshtime me ligjin, kundërshtime me interesat e shqiptarëve, e preku buxhetin e shtetit shqiptar, përjedhoi dhëndri tia në 123 metër katror tokë truall, fitoi 5 milion euro. Këto 5 milion euro janë të shqiptarëve, nuk janë të familjes Berisha. Kjo është e gjithë situata për kompleksin Partizani. Duke kaluar pak tek thelbi i provueshmërisë, sa vështirë është në praktik që të provohet lidhja e drejtë për drejtë mes vendimeve qeveritare dhe përfitimeve private në raste të tilla komplekse? Nuk është e vështirë, sepse e kemi me ligj, në ligj e kemi përcaktuar, kemi thënë, u kthehen pronat ish pronarve ato që janë të lira. U kthehen edhe ato që janë të zëna, kur janë zënë në rrugë të kundërligjshme. Domethënë i kanë zënë individ të caktuar e tjera. Por edhe që mund t'i ketë zënë dhe shteti, por që faktikisht nuk shërbejnë për asgjë sot, po janë të lira. Domethënë, ka qenë aty bie fjala një repart ushtarak, po ai repart ushtarak nuk funksionon me, vetëm rrin ca godina atje, atëre përjedhoi i thuhet ish pronarit që ke drejt i privatizosh këto ish godina, ti blesh edhe tokën e ke tënde dhe meri. Kurse në vende tjera pastaja, ku ka pasuri që janë me interes publik, si që a thash dhe kush janë për interes publik, ku numërova me radhë, atëre nuk kthehen këto. Këto vetëm kompensohen. Thuhet që kjo tokë që shërben për spital, do mbahet në shteti, por ti do marrësh këtë shumë lekësh si kompensim. Po mos jesh dakord me atë shumë lekësh e hedh në gjyq, kërkon që të rritet vlera, apo janë bërë sapet gabime tjera me radhë, por nuk pretendon do që të marrësh spitalin atje, apo të marrësh truallin, kur atje është spitali, apo kur atje është kompleksi sportiv, Partizani në rastin konkret. Kështu që ajo është e thjeshtë. E dyta, vendimi i Këshillit të Ministrave i ka rënë ndesh te ligjit për kthimin dhe kompensimin e pronave. Dhe kryeministri është në fajin këtë drejtim. Nuk mund të pretendoj kryeministri që thotë është vendimi i Këshillit të Ministrave vendim kolegjal, sepse edhe në vendimet kolegjale të Këshillit të Ministrave ka përgjegjësi individuale. Kush e ka përgjegjësinë individuale? Në rast se kjo shkelje bie fjala që është bërë, ka të bëjë me Ministrinë e Financave në rast parë. Atëherë, në rastin konkret, përgjegjës për një VKM në kundërshtim me ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave, është Ministri i Financave që është i fushës, është Ministri i Drejtësisë i cili ka për detyrë që të paraqesi projektin e VKM-s, pra është në përputhje me kushtetutën, nuk është në përputhje me ligjin, nuk është. Dhe përgjegjësia më e rëndë, pastaj vjen mbi kryeministrin sepse ai je firmën përfundimtare. Këta 3 persona duhet vënë në bankun e të akuzuarve në rastin konkret kur ka shkelje, shkelja në rastin konkret. Në këtë kontekst janë bërë gjithashtu pretendime se Rama ka firmosur në disa momente. Ky është edhe pse ju e thatë që paraqitja e Ramës nuk do të sjellë në gjë procesin, por megjithatë nga pikpamja penale, sa pesh ka një firmë në vetvete? Është ajo e mjaftueshme për të ngritur përgjegjësi ligjore apo do kërkohet pastaj një zinxhir edhe më i plot i provave? Ose është problemi i një firme, se firma do hidhet kur merret një vendim. Në rast se jepet një leje ndërtimi, do hidhet firma. Në rast se ajo leje ndërtimi është në kundërshtim me ligjin, atëherë që është përdorim detyre minimumi. Ai që ka hedhur firmën në kundërshtim me ligjin do përgjigjet. Kështu që firma është shpërdorim detyre, është post, është funksion.
edhe ti e ke shkelur domethënë të drejtën e hedhjes së kësaj firme. Po në rastin konkret s'ka lidhje, domethënë firma që ka hedhur Rama bie fjala, se s'ka lidhje me këtë çështje. Në rast se atje do vjen një moment që plani rregullues i qytetit e ka patur kompleks sportiv, po kompleksi sportiv Partizani e marrin e çojnë në një vend tjetër. Atëherë këtu plani rregullues thotë që do ndërtohen kulla, atëherë është ligjore kjo, nuk ka shkelje këtu. Këtu nuk të kthehet hyja se prapë është në interes publik kjo që po bëhet, sepse është pasuri e shtetit, i është dhënë bashkisë për ta administruar, bashkia ngre kompleksin sportiv bie fjala në një vend tjetër, i e kompensuar për këtë, sepse s'e kthyer edhe ligjërisht, domethënë nuk duhet të kthehej, atëherë s'ka këtu përgjegjësi kryetari i bashkisë se ka dhënë leje ndërtimi në një kohë domethënë që asaj destinacioni mund të jetë të ndryshuar. Nga ana tjetër, për sa i përket rastit Jamar Maltezit, mendoni se kemi të bëjmë me një përfitim të qartë të paligjshëm apo kemi të bëjmë me një interpretim më të zgjeruar të ligjit nga ana e SPAK-ut? Jo, SPAK-u është në drejtën e vet, akuza është e drejtë. Ai në rast të parë e ka përvetësuar këtë mbi bazën e akteve absolutisht pavlefshme, të falsifikuara. Nuk mundet të kthehet një pronëgjesh e shtetit. Edhe ai e ka marrë këtë me rrugë kriminale, me rrugë falsifikim dokumentash, e para. E dyta, ai e ka marrë këtë pasurinë kundërshtim me ligjin, sepse kompleksi Partizani ishte në interes, domethënë për interes publik, dhe ai ligjin e njifte, nuk duhet të thoshte që më ktheni fizikisht kompleksin Partizani. E treta, edhe privatizimi i kompleksit Partizani është vënë rrugë kriminale. Vlera e saj reale ka qenë 500 milion euro afërsisht, ky e ka marrë për dhe jam qeni, domethënë e ka marrë për 1 milion e ca, është privatizuar, dhe këto 1 milion nuk i ka paguar fare në qytet. Dhe as 1 milion që nuk ka paguar, lere me 500 herë më shumë që bënde vlera e saj. Dhe këto i ka provuar SPAK dhe ka çuar dosjen e plot kopsitur, këtu që ai do përgjigjet edhe për korrupsion aktiv, do përgjigjet edhe për pastrim produkteve që rrjedhin nga një krim, sepse në 126 metër katror truall nuk mundet ti të fitosh 5 milion euro, siç ka fituar faktikisht ai, dhe nga ana tjetër ka dhe mosdeklarim të ardhurave. Domethënë, gjithë ato pasuri që ka janë sekuestruar rreth 23 pasuri, që janë villa, janë apartamente, janë troje, e tjera me radhë tërë Shqipërinë dhe jashtë shtetit, me çfarë para i vure, sepse një rrugë marrin të tërë, domethënë, ku i gjetë para që kështu që këto 3 krime ai ka dhe këto do t'i vuaj. Dhe në fund, nëse gjatë procesit gjykata nuk do t'i marrë në konsiderat gjithë pretendimet apo akuzat që do të lidhen me zotin Ramën, a ekziston rreziku kjo çështje të perceptohet nga publiku si e njëanshme? Për çfarë aspekt, se është e njëanshme, s'ka lidhje me Ramën, thashë edhe një herë. Rama do thirret si dëshmitar, do thotë çfarë kërkoni, domethënë, do japi shpjegimin për një gjë që ka ndodhur mbas krimit. Krimi e shkryer para se të kalonte ajo edhe të ndryshonte destinacioni për të bërë ndërtime aty. Krimi ka ndodhur shumë kohë përpara, ata përgjigjen për krimin që kanë kryer atëherë, kështu që nuk ka lidhje kjo, domethënë, me çka ka ndodhur më mbrapa. Nga ana tjetër, para disa ditësh SPAK ka sekuestruar pasuritë të pandehurve për dosjen e Akshit, që ishin të konsiderueshme. Mendoni se hetimet po ecin me shpejtësinë e dur apo ky është një hap i vonuar? Po jo, hetimet janë normalitet, sepse mbasi ka filluar çështjen penale. SPAK i ka kërkuar gjykatës masat e sigurimit, gjykata ja ka miratuar ato masa sigurimi, arrestin me burg, pa fat për të pandehurit kryesor, dhe për bashkëpunëtorët e tyre u ka dhënë masën e sigurisë. Tani atë janë proces hetimi, dhe në këtë fazë vendosja e sekuestros është pjesë e procesit të hetimit. Sekuestra është preventive, çka do të thotë që ato pasuri do rinë të bllokuara derisa të hetohet përfundimisht
çështja dhe nëse ata do të deklarohen fajtor, atëherë do përcaktohet edhe sa është demi. Në rast se demi që ata i kanë sjellë shtetit është 1 milion, në këto pasuri që janë sekuestruar do mbahen 1 milion, tjera do u kthehen. Në rast se është më shumë se sa pasuri u janë sekuestruar atyre, atëherë do të mbahen gjitha këto pasuri dhe pastaj do gjendet rruga me shteti do gjej rrugën pastaj kur të ekzekutoj vendimin që tua marrin ato parat e tjera që këta i ngelen debitor shtetit. Biznesmeni Ergjys Sagasi prej disa muajsh tashmë ndodhet në Arrati, edhe pse në akuzat të rënda nga SPAK. A mendoni se ka rrezik për manipulim të çështjes fakti që ai është ende i lirë? Po problemi është që në këto veprat penale tashmë abuzohet shumë me këta që edhe me këtë kërkesë që her pas here e shtron edhe SPAK apo e interpreton vendimet e veta gjykata, atë rrezikun e manipulimit provave. Tu nuk kemi të bëjmë me çështje të natyrës që kërkon dëshmitar, kërkon njerëz që e ka bërë as e ka bërë këtë, si mendon ti ose si e ke parti dëshmitarin. Tu bëhet fjalë për akte me shkrim, akte të kompjuterizuara, akte që janë futur në sistem, edhe nuk e si ti zhduksh ato. Dhe ato nuk janë vetëm në një arkiv, po janë në disa institucione ku fiksohen e ku ruhen e tjera me radhë. Që s'ka ati lloj rreziku këtu për të prishur ndonjë provë. Kjo është afërmend, nuk shtrohet problemi kështu. Kjo është në të keqen e atij që ikën dhe i shmanget hetimit, sepse kjo është një rrethan rënduese kur vjen problemi për të gjykuar dhe kur merr dënimin. Kur dorëzohesh vetë, kur je i penduar për vepër penale që ke kryer, kërkon dhe gjykimin e shkurtuar, merren konsiderat tëra këto dhe këto ndikojnë në masën e dënimit që t'jepet. Kur nuk i bën këto gjëra, atëherë skelet si ratilla dhe në kokën tënde është kjo punë. U arrati se sot do kapesh nesër, sepse Interpoli funksionon, bota është bërë e vogël, ne po ekstradojmë edhe nga ato vende që nuk kemi marrëveshje për ekstradimin dhe po i ekstradojmë, po i sjellnin në Shqipëri dhe që janë dënuar me burgim të përjetshëm, vaj me det pastaj për vepra tjera penale. Kështu që mund të vonoj, por do ekzekutohet se s'bën vendimi i dënimit kur t'japi gjykata nesër, formës prerë. Ndërkohë, lidhur me kërkesën tjetër të Metës për afatet e paraburgimit, togat e zeza të shkallës së tretë të gjyqësorit e kanë rrëzuar rekursin. Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit të 2024 dhe tashmë dosja e tij ndodhet në gjykim në themel. Dhe për këtë arsye, duke qenë se hetimet janë mbyllur me pretendimin se nuk do të ndikojë më tek provat e dëshmitarët, ai ka shfrytzuar të drejtën e ankimimit për masën që të lirohet nga qelia. Po problemi është tani që me këtë vendimin unifikues, i cili ende nuk ka dalë i arsyetuar të kolegjeve të bashkuara të gjykatës lartë, i cili e kufizon shumë dhënien e masës sigurimit arrest me burg pa afat, Meta ka shansin që kjo masë sigurimit ti revokohet, pra ti ndryshohet. Kështu që gjykata e lartë, me sa kam ndjeni unë, këto ditë ka vendosur që ta prishi vendimin e gjykatës së apelit për korrupsion dhe krim të organizuar dhe ta rikthej çështjen edhe një herë për gjykim pranë kësaj gjykate me orientimin e përkatëse, ka ajo duhet të mbajë në konsiderat për masën e sigurimit. Dhe vlerësoj që gjykata e apelit tashmë e ndryshuar me trup tjetër gjykues të gjykojnë, është detyruar që të qëndrojë strikt atyre që i thot udhëzimeve dhe detyrimeve të gjykatës së lartë. Edhe Meta ka shans që mund të shkojë rreth shtëpie ose detyrim paraqitje. Dhe për të mbyllur, dje në kuvend janë mbajtur disa interpelanca me ministrat. Si analizoni situatën dhe faktin që në çdo sektor ekonomik ka korrupsion edhe në sektorët jetik siç është shëndetësia? Problemi është që neve korrupsionin në këtë vend më shumë e kemi perceptuar, do më thënë e kemi bërë objekt debatesh, thashethemesh,
intrigash, shpifjesh, edhe shumë pak realitet ka patur në këtë mes. Kështu që korupcioni ka indikator, ka matës, dhe këta matës janë edhe ndërkombëtar edhe të vendit. Rëndësi ka fakti që ky vend që ka qenë i zhytur në korupcion, ka qenë vendi domethënë edhe në botën e tretë më i korruptuar sa s'ka ku të më, sepse gjithë pasuritë kombëtare kua në duart e kriminalëve, duart e ish pushtetarëve të lartë të këtij vendi, duke filluar edhe të shoqërive të lidhura me politikanë të lartë, të cilat postin e shfrytzuan për të përvetësuar vetë në pasuritë kombëtare, dhe kam parasysh këtu naftën e Shqipërisë, kam parasysh mineralet e Shqipërisë, kromin e Shqipërisë, floririn e Shqipërisë, hidrocentralet e Shqipërisë, e deri dhe floririn e vendit e vodhën e vende tjera, përveç pastaja edhe ato qindra, fabrika, uzina e pasurit tjera kombëtare, ushtarake, i bënë rrushe kumbulla këta kriminal, pra privatizimet e kriminale për pasurit kryesore të vendit, kam parasysh edhe bankat e Shqipërisë e tjera, të tëra këto shkuan shumica në xhepin e këtyre të korruptuarve të pushtetit. Nuk është me kjo situatë, ka vite tashme që Shqipëria kur filloi, domethënë të kërkonte hyrjen në Bashkimin Evropian dhe kur ne u vum në monitorim të fuqishëm të këtij organizmi ndërkombëtar, po edhe kur jemi bërë pjesë e NATO-s, pas saj edhe më mbrapa, korrupsioni ka ardhur gjithmonë duke u zvogluar. Aq më shumë korrupsioni, domethënë në këtë vend është në përmasa minimale, do thoshja unë, ndryshe nga sa pralliset, domethënë këtu në politika e cila do të barazoj atë kohën e mbrapsht para 2013-ës, e cila ka qenë zezë në çdo pikpamje, dhe kur them zezë, kam parasysh Gërdecin, që për të vjedhur u vran atje 26 veta, edhe ngelen invalid 300 të tjerë, apo që të mos dënohet korrupsioni i Ilir Metës, u vran 4 atje në 21 janar, edhe u tentua të vriteshin e 103 të tjerë, edhe me radhë, domethënë për akte tjera kriminale, domethënë që ka ndodhur në këtë vend. Pra nuk është puna se nuk ka korrupsion, por ku korrupsion ka rënë, edhe një ndër shkaqet kryesore që ka rënë është edhe ajo që u e shequr të korruptuarve, ajo baza, domethënë u e shequr nga dora ai thelbi që ata e bënin korrupsionin. Se korrupsioni ku bësh në atë kohë? Deri dhe certifikatat e lindjes apo të familjare duhet të paguanim na 5.000-6.000 lekë për certifikatin që merrim. Deri dhe pasaportat që duhet paguajë, domethënë që të vjen një pasaport për dalje jashtë shtetit. Deri dhe dëshmitë e penalitetit që duhet paguajë na njëherë deri 1.000-1.500 euro për të marrë një dëshmi penaliteti. Deri tek certifikatën e pronësisë apo këto që do të ripësh lukura në çdo pikpamje tek kadastra për t'i marrë këto. Deri dhe tek patentat e tjera me radhë. Gjitha këto tani ne i marrim në Albania, pra është modernizuar, janë kompjuterizuar, teknologjia ka bërë të vetën dhe i ka prerë rrugën, i ka prerë fijet e këtij korrupsioni, sikurse dhe tenderat tani nuk bën me persona e të tjera, por inteligjenca artificiale e shfutur në veprim. Kështu që korrupsioni në këtë vend sa vjen edhe po paksohet, edhe nga ana tjetër mbyllja e gjithë kapitujve, domethënë për të hyrë në Bashkimin Evropian, do ta zvogloj shumë këtë fenomen, dhe Shqipëria do jetë si gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit zoti Beqiri për intervistën. Faleminderit për ju.